Sali Berisha ka deklaruar se rinumërimi i votave nuk është kërkesë e Partisë Demokratike, por e kandidatëve të saj. Berisha nënvizoi se këtë të drejtën nuk mund t'ja mohonte kandidatëve, duke theksuar se teza e PD-s është se vota vdiq pa hyrë në kuti. Rinumërimi i votave nuk është një kërkesë e Partisë Demokratike. Rinumërimi i votave është kërkesë e kandidatëve të saj, të cilëve ne kur, në asnjë rrethon, në asnjë rast, nuk mund të mohojmë të drejtë të tillë. Nuk i bëjmë ne si Edi Rama. Ndaj dhe të nderuar zotëri, që flisni për numërimin, përpiquni t'jeni të saktë në atë që thoni. Teza e Partisë Demokratike është vota vdiq pa hyrë në kuti. Rinumërimi ka të bëjë me përshtypje që kandidatët kanë se votat e njëjtë kandidat mund t'jenë spostuar tek votat e një kandidati tjetër po të Partisë Demokratike. Gjë e cila kërkesë e cila nga Partia Demokratike në çdo rast ka përgëzime për shkak të transparencës. Berisha publikoi një tjetër video që sipas tij fakton farsën elektorale. Ai tha se komisionerët kontrolluan çdo votë dhe hodhën votat bashkë me zgjedhësit në fshatin Çopanaj të Peqinit. Pra voton komisionerja kontrollon çdo votë. Edhe ky komisioner kontrolloi pat. Doli kontrolloi, pra votojnë komisionerët. Urdhoni. Ndër të tjere, Berisha deklaroi nga Selia Blu se motoja e PD-s është qeveria teknike dhe zgjedhjet e lira dhe se betejë për këtë do të vijojë.